sistemi hajdut politiko-ekonomik në bashkëpunim me mediat e korruptuara që ata zotërojnë, po përpiqen me të gjitha mënyrat të dëmtojnë protestën në Tiranë. Pse? Sepse ndihen të tmerruar prej saj. Kjo është protesta më e bukur që ka ndodhur në Shqipëri në të paktën 20 vjetët e fundit. Këto sulme janë të dy natyrave. Në njëra anë kemi përpjekjen për delegjitimimin e protestës, duke e bërë si diçka qesharake, si diçka me lara, me bala që nuk i ngjan asgjëje, duke thënë që për shembull aty brenda ka komunist, ka ekologjist, ka LGTBI-qist, ka të djathtë mërzitur me Sali Berishën, ka njerëz pa parti, ka sorroist, ka shumë lloje domethënë brenda. Në fakt, kjo që përmendet, në pamje të parë dikujt mund t'i duket si një dobësi, është forca më e madhe e asaj proteste. Pse? Sepse në shesh ka dalë populli, dhe një popull politikisht nuk mund të jetë homogjen. Nuk mundesh ti tani të nxjerrësh 10.000 qytetarë në rrugë dhe këta ti përkasin të gjithë të njëjtës rrymë politike. Nuk do të ishte normale. Dhe pikërisht ky fakt që aty brenda ka kaq shumë rryma dhe kaq shumë mendime të ndryshme, është një provë që na provon që ka dalë populli në rrugë. Nuk ka grupime të caktuara me interesat të caktuara apo me agendat të caktuara. Ky popull, megjithëse politikisht mendon shumë ndryshe, megjithëse zgjedhjen e shikon në mënyra ndoshta radikalisht të ndryshme, bie dakord për diçka. Që në Vlorë, në Zvërnec, po bëhet një krim mjedisor, që aty kemi të bëjmë me një aferë korruptive, që ky kryeministër po e fal atë dheun, sikur ta kishte baçën e vet, në mënyrë fare korruptive, dhe mënyrë korruptive po jepet edhe familjes Trump, me shpresë që ky të përfitoj politikisht nga familja presidenciale amerikane. Domethënë, ka krijuar në popullin shqiptar këto ide, kanë krijuar një koherencë, një kohezion dhe njerëzit janë shesh. Dhe fakti që ata njerëz nuk janë homogjen, është një forcë e madhe e protestës. Tani vjen te një natyrë dytë të sulmesh, cilat janë edhe më malinje dhe të cilat gjoja me dashamirësi duan ta shkatërrojnë protestën. Domethënë, përpiqen që të kërkojnë që kjo protestë nxjerrë përfaqësuesit e saj, madje shkojnë deri aty sa thonë që kjo protestë duhet shndërrohet në një parti politike. Kjo është e pamundur. Kjo është e pamundur për arsyet që thamë më sipër, sepse një protestë që ka aq diversitet brenda, sepse është populli në rrugë, nuk mund dali as me një përfaqësi, as me një parti politike. Natyrisht, kjo puna e përfaqësisë mund të jetë diskutueshme, sepse mund krijohet një përfaqësi me një agjend të ngushtë të caktuar, që bëhet fjalë për shembull vetëm për mbrojtjen e Zvërnecit, vetëm për mbrojtjen e natyrës. Por kur ne hymë në kërkesat politike dhe në zgjidhjet politike, idetë janë të ndryshme, interesat janë të ndryshme, dhe kjo bëhet në mënyrë malinje, besoj unë, për ta përçarë protestën. Imagjino sikur këta njerëz tani të përpiqesh ti ulësh në një tryezë që këta diskutojnë me njëri tjetrin. Natyrisht aty mund të ketë vetëm sharr. Nuk mund të bien dakord tani të djathtët e zhgënjur nga sistemi që dalin dhe ata bërtasin Berisha-Hamburg, Gram-Hamburg, të bien dakord me qarqet ekstremistëre të Talin Qorrit apo me ekologjistët. Është e sigurt që do të ketë përplasjet, çka do të thotë përçarjet, çka do të thotë fundi i protestës. Domethënë, kjo protestë duhet vazhdoj të jetë një protestë qytetare, popullore, të jetë kundra sistemit dhe kjo protestë nuk duhet të pretendojë të ofrojë zgjidhje politike, e para sepse kjo protestë nga natyra e saj nuk mund të ofrojë zgjidhje politike, e dyta sepse Shqipëria nuk ka zgjidhje politike. Çfarë po them unë tani? Si një shtet nuk ka zgjidhje politike? Kur politika është e vetmi ajo që mund të ndryshojë gjërat me anë të votës etj. Po, por në Shqipëri politika është e kapur. Sistemi politik është i kapur dhe sistemi elektoral është i kapur. Edi Rama ka nisur tani bën një tur në Partinë Socialiste me Gjoja festën 35 vjetorën e Partisë Socialiste, po të gjithë e dinë që ai po bën një tur antimitingjesh me Gjoja forcën e tij politike. Mirë, por ne këtu nuk kemi të bëjmë me njerëz që duan Edi Ramën. Ne këtu kemi të bëjmë me mbledhje, njerëzish në kërcënimin e vendit punës që kërcënohen me mesazhe që duhet të jenë patjetër me se s'bën prezent në këto mbledhje antimitingje të kryeministrit. Do të thonë ne kemi të bëjmë një shoqëri të kapur. Këta njerëz kur shkojnë votojnë, shkojnë në rresht si repart ushtarak. Nuk kemi ne të bëjmë Shqipëri me zgjedhje të lira.
Dhe këtë bota qytetërore ka kuptuar. Edhe pse raportet e OSBE-Odirit flasin për manipulime zgjedhore, flasin për mungesë gare, që vetëm kjo frazë do të mjaftonte për t'i rrëzuar zgjedhjet. Domethënë, kur gara, ata thonë që gara nuk ka qenë e barabartë. Kur gara nuk është e barabartë, do të thotë që ne nuk kemi të bëjmë me garë. Nuk ka garë. Nuk ka tani, unë nisem nga metri 90, ti nga starti dhe do bëjmë gara 100 metra bashkë. Në momentin që gara nuk është e barabartë, nuk ka garë. Do me thënë, sistemi politik është i kapur, sistemi elektoral është i kapur, ndaj, për momentin Shqipëria nuk mund të ketë zgjidhje politike, zgjidhja është vetëm juridike. Ndaj, unë pres që kjo protest, me këto ture që ka filluar të bëjnë në për Tiranë, duhet shkoj edhe për para SPAK-ut dhe të shpreh mbështetjen e saj. Unë besoj dhe kjo është një temë që duhet krijoj kohezion brenda protestës, në thënë të shprejnë mbështetje për SPAK-un se momentalisht Shqipëria ka vetëm zgjidhje juridike, aksioni i fundit i SPAK-ut që godet edhe biznesin e Zvërnecit. E vërteton këtë, dhe unë besoj që edhe kjo çështje duhet krijoj kohezion mes atyre qytetarëve të zhgënjur nga vjedhja dhe nga korrupsioni. Ndaj, dy gjëra duhet mbani mend. Diversiteti është forca e protestës. Shqipëria nuk ka zgjidhje politike dhe protesta nuk mund të ofrojë zgjidhje politike. Ndaj, për krahun e drejtësisë, që hajnat shkojnë në burg dhe në një Shqipëri të nesërmes pa hajna, atëherë po mund të flasim për zgjidhje politike. Ju falenderoj për vëmendjen, në qoftë se ju pëlqeu kjo analizë, shpërndajeni me të tjerët, ja kalofshi bukur.